Konflikti në një ekip, zakonisht e mendojmë si diçka shkatëruese. Apo jo, por që të themi nëse është e kundërta, a mund të shndërrohet në një forcë krijuese? E po, kjo është një nga sfidat më të mëdha për çdo lider. Sot do të shohim pikërisht këtë, se si debatet e zjarrta, kur menaxhohen siç duhet, mund të çojnë në diçka vërtet jashtëzakonshme. Mirë, ti hym temës. Kjo thënie vjen nga Max Liebman, producenti i një shfaqje legjendare komedie të viteve 50, Your Show of Shows, dhe është paksa kundër logjikës, apo jo? Ai në thelb po thotë se për krijimtari të vërtet duhet pak kaos, pak pasion. Dhe besojni ose jo, dhoma e shkrimtarëve të tij ishte gjithçka, por jo e sjellshme. Le të futemi pak në atë mjedis kaotik, por jashtëzakonisht produktiv të dhomës së shkrimtarëve të Sid Caesarit, një vend që njëri prej tyre e përshkruaj si një vend me inati të mirë krijues. Imagjinoni pak një dhomë, ku punonin legjenda të ardhshme si Mel Brooks, Woody Allen dhe Neil Simon. Debatet ishin aq intensive, sa që linin gjurmë fizike, si copa suva që binin nga muret. Dhe intensiteti nuk ndalej me kaq, as pak. Argumentet ishin aq të zjarrta sa që, siç tregohet, edhe perdet ishin bërë copash. Ky, me siguri, nuk ishte një mjedis i qetë pune. Dhe tani, shembullim më ekstrem. Shkrimtarët e tjerë shpesh e varnin Mel Brooksin në mënyrë simbolike. Këtu lind pyetja thelbësore. Si ka mundësi që ky kaos total prodhoi punë geniale, edhe miqësi që zgjatën për dekada? E po, përgjigjja qëndron në të kuptuarit të llojeve të ndryshme të konfliktit. Për të kuptuar magjinë e asaj dhome shkrimtarësh, së pari duhet të bëjmë dallimin mes dy llojeve themelore të konfliktit që shfaqen në çdo ekip. Ja ku e kemi ndarjen kyçe. Nga njëra anë kemi konfliktin kognitiv, që ka të bëjë me idetë, me detyrën, ky është debati i shëndetshëm. Nga ana tjetër, kemi konfliktin afektiv, i cili është personal, emocional dhe totalisht shkatrues. Pra, qëllimi i çdo lideri të mirë është të krijojë atë që quhet hendeku kognitiv afektiv, pra sa më shumë debat për idetë dhe sa më pak fërkime personale. Mirë pra, pyetja është, si e kuptojmë që kemi kaluar kufirin? Kur një debat i shëndetshëm fillon e bëhet toksik, për fat të mirë ka disa shenja paralajmëruese shumë të qarta. Nëse vërehen shenja si këto në një ekip, është një sinjal alarmi. Për shembull, njerëzit ndalojnë të bëri pyetje, ose argumentet thjesht përsëriten me zë më të lartë, pa asnjë informacion të ri. Kur antarët më të qetë fillojnë të tërhiqen dhe askush nuk pranon më pikat e dobta të ideve të veta, dialogu produktiv ka marrë fund. Të gjithë thjesht po mbrojnë pozicionet e tyre. Tani që kemi identifikuar problemin, le të flasim për zgjidhjet. Çdo gjë fillon para se debati të ndizet. Përgatitja e terrenit është absolutisht thelbësore. Këtu kemi 3 strategji shumë praktike. Së pari, vendosni rregulla të qarta, siç bëri Paul Levy në qendrën mjekësore Bith Israel, duke thënë mund të mos pajtohemi, por pa qenë të pakëndshëm. Së dyti, detyrojeni njerëzit të shohin perspektivat e të tjerëve. Dhe së treti, ndërtoni respekt për mënyrat e ndryshme se si njerëzit e përpunojnë informacionin. Në rregull, përgatitjet janë bërë, por debati prapë nxehet. Emocionet rriten, situata ngec. Çfarë bëhet në mes të stuhisë? Për të kuptuar pasojat e dështimit në menaxhimin e konfliktit, le të shohim rastin tragjik të anijes kozmike Challenger. Është një shembull drithërues i asaj që ndodh kur një ekip nuk arrin të debatojë në mënyrë konstruktive. Vetëm një natë para lëshimit, inxhinierët u përpoqën dëshpërimisht i paralajmëronin menaxherët për rrezikun e temperaturave të ulta. Debati u bë jo funksional, shqetësimet e tyre u injoruan dhe rezultati ishte katastrofik. Kjo është pjesa vërtet interesante. Inxhinierët paraqitën këto të dhëna, duke treguar vetëm fluturimet ku kishte pasur probleme me unazat O-ring. Duke parë këtë tabel, menaxhmenti nuk pa ndonjë lidhje të qartë midis temperaturës dhe dështimit. Të dhënat thjesht nuk ishin bindëse. Por çfarë do të kishte ndodhur nëse do të kishim parë të gjitha të dhënat? Shikojini këtë. Kur përfshim edhe fluturimet pa probleme, modeli bëhet i qartë si kristali. Të gjitha dështimet ndodhen në ditët më të ftohta. Askush nuk e bëri pyetjen e duhur për të parë këtë pamje të plotë. Dhe ja ku arrin tek pyetja që mund të kishte ndryshuar gjithçka. Imagjinoni pak, në atë telekonferencë të mbushur me tension, ku të dyja palët ishin ngulitur në pozicionet e tyre. Po sikur dikush, qoftë inxhinier apo menaxher,
Të ishte ndalur për një moment të kishte thënë, më thuaj pak, çfarë lloj të dhënash do të duheshin që ta ndryshoje mendjen? Vetëm kaq. Kjo pyetje e thjesht e ndryshon totalisht lojën. Nuk është më një betejë për të fituar, por kthehet në një kërkim të përbashkët për të vërtetën. I hap derën mirëkuptimit në vend që ta përplase. Pikërisht ky lloj kurioziteti mungonte në rastin e Challengerit. Imagjinonit sikur një menaxher të kishte pyetur: "Më ndihmo të kuptoj pse beson se kjo temperaturë është kaq kritike?" Ose një inxhinier të thoshte: "Çfarë do të bënit ju po të ishit në vendin ton me këto të dëna?" Këto 5 pyetje nuk janë thjesht teknika komunikimi, ato janë mjete për të shmontuar një debat jo funksional. Ato zhvendosin bisedën nga unë kundër jush në ne kundër problemit, duke hapur rrugën për një dialog real dhe një zgjidhje më të sigurt. Në rregull, debati ka mbaruar, një vendim është marrë, por puna nuk ka përfunduar ende. Faza pas vendimit është po aq e rëndësishme për të ruajtur shëndetin afatgjatë të ekipit. Pra, pika kyçe është kjo: mos i lini plagët të infektohen. Chuck Knight, CEO i Emerson Electric, i çonte gjithmonë njerëzit e tij për darkë pas një debati të nxehtë, thjesht për t'u siguruar që marrëdhëniet ishin në rregull. Mësoni nga procesi dhe festoni sukseset kur arrini të zgjidhni një mosmarrëveshje në mënyrë konstruktive. Dhe e gjithë kjo na kthen në pikën e fillimit, te Sid Caesar dhe dhoma e tij e çmendur e shkrimtarëve për të zbuluar mësimin e fundit dhe më të thellë për leadershipin. Këtu qëndron gjithë thelbi. Detyra e një lideri nuk është të parandalojë konfliktin, është të krijojë një strukturë dhe një siguri psikologjike ku inati mirë krijues mund të lulëzojë. T'i jap ekipit lirinë për të përplasur me idetë, duke e ditur se qëllimi i përbashkët dhe respekti reciprok do t'i mbajnë të bashkuar. Kjo është mënyra se si konflikti bëhet motori i genialitetit.